tjetër ishte rishfaqur edhe një herë. Mëkati i haresës që kthyer prap ndonse kësaj radhe në një formë tjetër. Para se të lindte populli i Nuhit a.s. në mesin e stërgjyshërve të tyre, kishin jetuar 5 njerëz të mirë e të devotshëm. Jetuan jetën e tyre me ndershmëri dhe pastaj kishin vdekur. Këta ishin Vedi, Suvau, Jeguthi, Jeuku dhe Nesiri. Pas vdekjes së tyre, njerëzit në shenjë kujtimi dhe fisnikrie për ta u kishin bërë statuja. Kaloi një kohë e gjatë. Ata që i kishin gdhendur statujat tashmë kishin vdekur. Pas tyre erdhën të bijtë. Edhe ata vdiqën e pas tyre erdhën bijtë e tyre. Ndërkohë rreth këtyre 5 njerëzve të mirë kishin filluar të thurreshin legjenda e mite. Naiviteti dhe primitivizmi i këtyre mendjeve njerëzore kishin trilluar e imagjinuar rrëfime rreth këtyre statujave se gjoja ata posedonin fuqi të posaçme mbi natyrore. Iblisi i mallkuar shfrytëzoi për mrekulli këtë rast të ofruar, kështu që dal nga dal njerëzve që kalonin për çdo ditë aty pari u ambolli në zemra iluzionin se këto statuja ishin zota që posedonin mundësi për të bërë mirë dhe keq. Si rezultati këtyre intrigave, njerëzit me kalimin e kohës filluan të adhuronin këto statuja sikur të ishin zota. Në çastin kur njerëzit e lënë adhurimin e Allahut dhe fillojnë të luten e t'i adhurojnë idhujt, po në atë çast vdes shpirti i bukurisë në tokë, kurse në fron ngrihet e kurorzohet e shëmtuara si një zotrues e sundues. Njeriu mposhtet shpirtërisht nga brenda, ndërsa mendja njerëzore turbullohet e çrregullohet. Si pasojë e kësaj shturjeje, shtohet mizoria e mizorëve dhe nënçmohen e për ulen edhe më shumë të viktimizuarit. Po kështu shtohet edhe më tepër varfëria e të varfërve në njërën anë, kurse padrejtësisht rritet pasuria të pandershmëve e të pasërve dhe batakgjinjeve në anën tjetër. Jeta e njeriut shndrohet në një skëter dhe ferr të vërtet. Ky ligj gjithmonë vjen në shprehje kur njerëzit adhurojnë dikë tjetër pos Allahut, pavarësisht nëse idhulli i adhuruar është statuj prej guri, viç prej ari, sundues prej njerëzve, ideologji prej ideologjive, sistem prej sistemeve, drejtim prej drejtimeve, ose varr i ndonjë prej evlijave dhe njerëzve të mirë. Garancia e vetme për barazim mes njerëzve qëndron e fshehur në adhurimin e tyre të plot për Allahun, duke qenë të vetëdijshëm se Allahu është krijues dhe ligjvënësi i tyre. Kur kjo garanci humb dhe dikush prej njerëzve ose ndonjë organizat a ideologji pretendon të drejtën e hyjnores, atëherë humbin njerëzit, por njëkohësisht humbin plotësisht edhe liritë e tyre. Adhurimi i dikujt tjetër pos Allahut nuk është fatkeqësi që personifikohet vetëm në humbjen e lirisë, por ndikimi i saj i rrezikshëm shtrihet deri tek mendja e njeriut, duke e përlyer e duke njolosur atë, si dhe duke shkatëruar në tërësi aftësinë njohëse të tij. Dihet se Allahu e ka krijuar njeriun që të dijë e të njohë, duke e bërë synimin parsor të mendjes diturinë dhe padyshim dituria më e rëndësishme është të njohurit e Allahut si krijuesi vetëm i kësaj ekzistence dhe çdo gjë tjetër përveç tij janë robë dhe krijesa të nënshtruara ndaj urdhrave dhe vullnetit të tij. Kjo është piknisja pa të cilën nuk mund të realizohet me sukses mëkëmësia. E kur mendja njerëzore i harxhon dhe i shpërdor mundësitë e saj, duke ju drejtuar dikujt tjetër e jo Allahut, më nuk ka ndonjë gabim para të cilit mund të ndalet ose ta përmirësoj vetveten. Ndodh që njeriu të përparojë materialisht për shkak të mbështetjes në shkaqet materiale të kësaj jete dhe përkundër mosbesimit të tij, por ky përparim material, i cili është i zbrazët pa të besuarit dhe njohjen e Allahut, është ndëshkimi më i madh se çdo ndëshkim tjetër, sepse fundi i tij është shkatërrimi i vetvetes. Kur njeriu adhuron dikë tjetër posa Allahut të Madhërisëm, shtohet fatkeqësia në jetë dhe varfëria njerëzore. Këtu ekziston një lidhje e fuqishme në mes të përbuzjes dhe nënçmimit të njerëzve dhe varfërisë së tyre në njërin anë e mosbesimit në Allahun dhe jo devotshmëritë e tyre në anën tjetër. Allahu i Madhëruar në kapitullin El-Araf thot: E sikur banorët e këtyre vendbanimeve të kishin besuar dhe të ishin ruajtur, ne do t'ju hapnim begatit nga qielli e toka.
El-Araf 96. Në këtë mënyrë mosbesimi në Allahun dhe shirku shkaktojnë humbjen e lirisë, shkatërimin e mendjes, shtimin e varfërisë dhe humbjen e një vizioni a qëllimi fisnik për jetën. Në këtë kohë, në një ambient të tillë, me kontradikta aq të mëdha dhe bot kuptime të ndryshme rreth konceptit të besimit, Allahu i Madhëruar dërgoi Nuhin alayhi salam me shpallje tek populli i tij. Nuhi alayhi salam ishte mendja e vetme e kthjellët dhe vigjilente në mesin e asaj vorbullë njerëzisht të qoroditur që reflektohej në mënyrën më të shëmtuar të mundshme, adhurimin e dikujt tjetër pos Allahu të Madhëruar. Allahu zgjodhi robin e tij, Nuhin alayhi salam, dhe i dërgoi tek populli i vet. Në bazë të parametrave vlerësues të mendjes, Nuhi alayhi salam ishte një revolucion i vërtet mendor, ndërsa në bazë të parametrave të bujarisë dhe të dëlirësisë shpirtërore ishte si një trup i tyre. Ndërsa në bazë të parametrave të zgjuarësisë ishte kulminacioni i saj. Shkurt, Nuhi alayhi salam në bazë të të gjitha këtyre parametrave ishte padyshim njeriu më madhështor i kohës së tij. Ai nuk ishte mbret i tyre, as kryetar e as më i pasur ndër ta. Tani po kuptohet se madhështia dallon nga mbretëria, pasuria ose të qenët prijes. Ky trekëndësh brenda këndëve të tij zakonisht i bashkon shumicën e shpirtrave të ligj e të këqij, ndërsa madhështia gjendet në dëlirësinë e zemrës, në ndërgjegjen e pastër, në vlerën e ideve që i bart mendja, si dhe mundësinë dhe kapacitetin e kësaj mendjeje për të ndryshuar kushtet e jetës rreth saj. Nuhi alayhi salam i posedonte të gjitha këto cilësi e virtyte, madje edhe më tepër se këto. Nuhi alayhi salam ishte njeriu që e dinte shumë mirë premtimin e Allahut ndaj Ademit alayhi salam dhe pasardhësve të tij, kur i kishte krijuar në botën e atomit. Sipas natyrshmërisë së tij ishte besimtar në Allahun e lartësuar edhe para dërgimit të tij tek njerëzit, ashtu siç ishin besimtar të devotshëm e të zgjedhur të gjithë të dërguarit e Allahut para dërgimit të tyre tek njerëzit. Prej këtyre pejgamberëve kishte të atill që hulumtuan për Allahun, si Ibrahimi alayhis salam, prej tyre kishte që besuan Allahun nga thellësia e zemrës së tyre, si Musa alayhis salam, e kishte edhe të atill që e adhuronin atë duke u vetmuar në përshpellën Hira, si Muhamedi alayhis salam, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të gjithë ata. Ekziston edhe një shkak tjetër për madhështinë e Nuhit alayhis salam. Kur zgjohej, kur binte të flinte, kur hante, kur pinte, kur i vishte rrobat, kur hynte dhe kur dilte, falenderonte Allahun dhe i shprehte mirënjohje atij. I përkujtonte të mirat e tij dhe prap kthehej dhe falenderonte atë. Mu për këtë arsye i madhërishmi për Nuhin alayhis salam thot: vërtet ai ishte rob shumë falendërues. El-Isra 3. Allahu zgjodhi robin e tij falendërues dhe e dërgoi si pejgamber dhe tërheqës të vërejtjes tek populli i tij. Duke respektuar këtë urdhër të Allahut, Nuhi alayhis salam doli para popullit të tij dhe thirri: O populli im, adhurojeni Allahun, nuk keni zot tjetër pos tij. Unë kam frikë për dënimin tuaj në një ditë të madhe. El-Araf 59. Me këtë fjali të shkurtër e koncize, Nuhi alayhis salam vuri popullin e tij para të vërtetës hyjnore dhe realitetit të ringjalljes. U bëri me dije se ekziston një Zot, krijues, i cili është i vetëm që meriton adhurimin. U bëri me dije gjithashtu se vdekja është e pashmangshme, pas së cilës do të pasojë ringjallja e pasaj dita e gjykimit, një ditë e madhe në të cilën ekziston një dënim e ndëshkimit mërshëm. Nuhi alayhis salam i shpjegoi qartë popullit të tij se ishte e pamundur të kishte edhe ndonjë zot tjetër pos Allahut, krijuesit të vetëm e të pashoq. U bëri me dije se shejtani i kishte mashtruar për një kohë të gjatë, kurse tash kishte ardhur koha të ndërpritej ky mashtrim. Nuhi alayhis salam u tregoi atyre për fisnikrimin e qenjes njerëzore nga ana e Allahut fuqiplot, si i kishte krijuar, si u kishte dhuruar riskun dhe si u kishte dhuruar dhuratën më të madhe, mendjen. U tha troç atyre se adhurimi i idhujve nuk ishte tjetër veçse mizori dhe ngufatje e mendjes. Njerëzit e dëgjuan në heshtje.
Fjalët e tij ishin goditje e rëndë për heshtjen dhe qetësinë e tyre. Kjo i shëmbëllen një rasti kur sheh një njeri tek ka fjetur buz një muri, i cili sa nuk është shembur dhe ti me rëmbime zgjon nga gjumi, por mbase ky njeri për shkak të këtij zgjimi të dhunshëm është trembur dhe sigurisht që është i hidhruar, ndonse ti kishe qëllim shpëtimin e tij. Atë botë shpirti i së keqes ishte po ashtu i pranishëm në tokë dhe po vigjilonte me vëmendje se ç'po ndodhte. Edhe ai kishte frikë nga fakti se froni i urrejtjes po ndihej i kërcënuar nga kjo dashuri të cilën e barte fjala e të dërguarit të Allahut. Pas thirrjes së Nuhit alayhis salam që ja bëri popullit të tij, ata lëvizën në dy drejtime. Thirrja preku zemrat e të varfërve, të mjerëve dhe të pashpresëve, plagët dhe dhimbjet e të cilëve Allahu i mëkoi me mëshirën e vet. Ndërsa të pasurit, të fuqishmit dhe paria sënduese e vështruan thirrjen me sy të ftohtë e të dyshimt. Meqense ata kishin interes që pozicionet dhe gjendja e tyre në luks e mirëqendje të qëndronte ashtu siç ishte, menjëherë filluan luftën kundër Nuhit alayhis salam. Në fillim e akuzuan Nuhin alayhis salam se ai nuk ishte pejgamber, por një njeri i thjeshtë sikurse ata. Paria që nuk besojnë nga populli i tij tha: "Ne nuk të shohim ndryshe vetëm si njeri, sikurse edhe ne." Hud 27. Kjo pari i tha Nuhit: "Ti je njeri sikur ne." Edhe përkundër faktin se as Nuhi alayhis salam nuk thoshte diçka tjetër pos kësaj, ai u vërtetoi se ishte thjesht vetëm një njeri. Përpiqej të thoshte atyre se Allahu i madhëruar në tokë dërgon të dërguarit e tij nga lloji njerëzor, sepse tokën e banon njerëzit, e po që se toka do të ishte e popullzuar nga engjëjt, atëherë sigurisht që Allahu do të dërgonte pejgamber nga radhët e tyre. Lufta në mes të Nuhit dhe jo besimtarve vazhdoi. Në fillim, paria sënduese kishin parashikuar se thirrja e Nuhit do të fikej e do të shuhej vetvetiu. Por kur panë që kjo thirrje filloi t'i tërhiqte të varfërit, të mjerët dhe zejtarët e vegjël, filluan ta sulmonin atë në këtë drejtim. E sulmuan Nuhin në pasuesit e tij, duke i thënë me përbuzje në nënçmim: "Ty nuk të pasoj askush përpos të vobektëve, të mjerëve dhe të pastrehëve." Allahu i madhëruar thot: "Ne e patëm dërguar edhe Nuhun te populli i vet, me porosi të njëjtë si Muhamedin që të thot: Unë ju tërheq vërejtjen haptazi, që të mos adhuroni dikë tjetër pos Allahut, sepse unë kam frikë për dënimin tuaj në ditën e pikëllueshme." Paria që nuk besoi nga populli i tij tha: "Ne nuk të shohim ndryshe vetëm si njeri, sikurse edhe ne. Ne nuk përshohim se të pasoj kush përveç atyre që janë më të poshtrit e më mendje lehtit nga mesi ynë, dhe ne nuk shohim se ju keni ndonjë vlerë mbi ne, përkundrazi ne ju konsiderojmë gënjeshtar." Hud 25-27. Kështu ndez konflikti verbal në mes të Nuhit alayhis salam dhe parisë së popullit të tij. Ata madje me dredhi e lajka i u drejtuan Nuhit alayhis salam duke i propozuar një lloj kompromisi kur i kishin thënë: "Dëgjonu, nëse dëshiron të besojmë, atëherë dëbojë këta që të kanë besuar, sepse këta janë të mjerë të varfër, ndërsa ne jemi prijesit dhe paria e popullit dhe më të pasurit e tyre. Është e pamundur që njëjta thirrje të na bashkojë me këta mjeran." Nuhi alayhis salam i dëgjoi me vëmendje jo besimtarët dhe e kuptoi që ata po talleshin me të, duke kundërshtuar në mënyrë dhelprake. Megjithatë, ai ishte shumë i sjellshëm gjatë kthimit të përgjigjes. U bëri me dije popullit të tij se nuk mund t'i dëbonte besimtarët, sepse ata nuk ishin mysafirët e tij, por të Allahut. U dëftoi atyre se mëshira nuk ishte shtëpia e tij në mënyrë që brenda saj të fuste këtë donte e të dëbonte këtë donte, por mëshira ishte shtëpia e Allahut e cila mirëpret brenda saj këtë dëshiroj. Allahu i madhëruar thot: Nuhu tha: "O populli im, më thoni nëse unë jam i mbështetur në argument të qartë nga Zoti im dhe ai më dha mëshirë nga ana e tij, e juve u janë fshehur ato, argumentet nga se jeni duke dhënë pas kësaj jete, a mos t'ju detyrojmë për to pranimin e tyre, kur ju jeni urrejtës të tyre? O populli im, unë për këtë nuk kërkoj prej jush ndonjë pasuri, shpërblimi im është vetëm tek Allahu, dhe unë kursesi nuk i largoj ata që besuan,
ata janë afër Zotit të tyre. Por unë ju shoh si popull që nuk dini e nuk kuptoni. O popull im, a nuk po mendoni se nëse unë i përzë ata, kush do të më mbroj mua nga Allahu, nga dënimi i tij? Unë nuk u them juve se tek unë janë depot e Allahut, as nuk u them se unë e di të fshehtën, as nuk u them se unë jam engjëll, as nuk u them atyre që sytë tuaj i nënçmojnë, se Allahu nuk u dhuroi atyre të mira. Allahu e di më së miri se çka në shpirtrat e tyre, pse atëherë unë të konsiderohem zullumçar. Hud 28:31. Nuhi a.s. i diskutonte me jo besimtarët të gjitha argumentet e parashtruara nga ata me logjikën e pejgamberit fisnik e dinjitoz. Kjo është logjika të menduarit e cila është e zhveshur nga mendjemadhësia personale dhe dashuria interesave të ngushta vetanake. Ai u tha atyre se Allahu i kishte dhënë atij shpalljen, pejgamberin dhe mëshirën. Ata nuk e shihnin atë që ja kishte dhënë Allahu, prandaj Nuhi a.s. nuk i detyronte që me forcë t'i besonin shpalljes së tij. Fjala e dëshmisë la ilaha illa Allah nuk i imponohet asnjë njeriu. Ai u bëri të ditur se nuk kërkonte prej tyre ndonjë kundër shpërblim për thirrjen e tij. Nuk u kërkonte ndonjë pasuri që t'i rëndonte. Shpërblimin e tij e kërkonte vetëm nga Allahu, sepse vetëm ai mund ta shpërblente. Përfundimisht i la të kuptonin se nuk mund t'i dëbonte ata që i kishin besuar Allahut. Si pejgamber, megjithatë kishte disa kufi të veprimit, e këto kufizime nuk i jepnin të drejtë që të dëbonte besimtarët për dy shkaqe. Së pari, ata do të takonin Allahun si besimtar dhe si mund t'i dëbonte këta njerëz që me pastërtinë e zemrës e të shpirtit i kishin besuar krijuesit, dhe së dyti, po t'i dëbonte, do të armiqsonin dhe do ta denonconin nesër para Allahut. Po të ndodhte kjo e dyta, ata do të shpërbleheshin tek Allahu për imanin e tyre, kurse ky si dëbues i tyre do të ndëshkohej. Prandaj, kush do ta shpëtonte Nuhun nga dënimi i Allahut, po që se ky do t'i dëbonte këta besimtar? Nuhi a.s. i përfundoi fjalët e tij drejtuar parisë së popullit, duke u bërë të ditur se kërkesat e tyre për dëbimin e besimtarve ishin nga padituria dhe nga ignoranca e tyre. Nuhi a.s. sërish filloi të fliste atyre që ai nuk pretendonte për vete më tepër se ç'meritonte. I lajmëroi ata për ulsin, modestin dhe nënshtrimin e tij ndaj Allahut. Nuk pretendonte se kishte në dorë depot dhe rezervat e Allahut që ta mbulonte me mirësi këtë donte, sepse thjesht nuk e dinte të fshehtën, ndërsa e fshehta është dituri të cilën Allahu e ka veçuar vetëm për vete. Nuhi a.s. gjithashtu i njoftoi se nuk ishte engjëll, se pozita e tij nuk ishte pozitë engjëllore. Nuhi a.s. u tha: ata të cilët po i nënçmoni, nënvlerësoni dhe po i konsideroni si barë të shoqërisë janë besimtar, të cilëve nuk do të humbë e as do t'ju paksohet shpërblimi i tyre, pse ju po i përbusni. Allahu e di më së miri gjendjen e tyre shpirtërore. Ai do t'i shpërblej për besimin e tyre, kurse juve do t'ju ndërshkoj për këtë qëndrim tuajin arrogant. Unë vërtet do t'i bëja mizori e padrejtësi vetvetes, po që se them që Allahu nuk do t'u jap atyre mirësi e favore. Që nga kjo ditë paria sunduese filloi të bezdise nga kjo bisedë dhe polemik shterpe me Nuhin a.s. Allahu i madhërisëm ne sqaron qëndrimin e këtyre jo besimtarve në surën Hud. Ata thanë: O Nuh, ti polemizove me ne dhe zgjate polemikën tonë. Urdhëroj nëse flet të vërtetën, silleni pra, të na godas ajo me çka në kërcënohesh. Ai tha: atë ju sjell vetëm Allahu, po që se dëshiron e ju nuk mund ta pengoni. Nëse përpiqem t'ju këshilloj, po që se Allahu do t'ju humb, këshilla ime nuk bën dobi. Ai është Zoti juaj dhe vetëm tek ai do të ktheheni. Hud 32:34. Nuhi a.s. u bëri të qartë se humbja e tyre ishte vetëm nga Allahu, sepse ai është vepruesi në cilin do rast, por gjithnjë duke pasur parasysh se ata me qëndrimin e tyre dhe mundësinë e lirë të zgjedhjes, me vullnetin dhe lirinë e tyre të plotë të veprimit, e kanë merituar vetë këtë humbje. Edhe Iblisi, mallkimi i Allahut qoftë mbi të, më parë pati thënë. Iblisi tha: për shkak se më humbe mua. El-Araf 16.
Kuptimi sipërfaqësor i kësaj shprehjeje shpihen në përfundim se Allahu është ai që e ka vënë në lajthitje, por realiteti është krejt ndryshe. Në fakt, Allahu atij, iblisit ja kishte dhënë lirinë të menduarit dhe të vepruarit, e tek pastaj do ta marrë në llogari për mëkatin e tij. E tërë çështja qëndron në faktin që Allahu i madhëruar çdo krijesë ja lehtëson atë për të cilën është krijuar, qoftë ky lehtësim për të vepruar mirë ose keq. Kjo përputhet në tërësi me lirinë e plotë të vepruarit nga ana e njeriut. Njeriu në bazë të lirisë së tij të vepruarit zgjedh, kurse Allahu në bazë të zgjedhjes së lirë nga ana e njeriut i lehtëson arritjen e qëllimit që ai e ka fiksuar në mendje. Edhe jo besimtarët e popullit të Nuhit alayhis salam e zgjodhen të njëjtën rrugë, si te iblisit, e Allahu u lehtësoi këtë rrugë drejt humbëtirës e skëterës. Beteja po vazhdonte. Polemikat mes femohuesve nga radhët e popullit të Nuhit alayhis salam dhe atij kishin zgjatur derisa nuk ishin zhvlerësuar të gjitha argumentet e jo besimtarve, kështu që me ata më nuk kishte ç'të thuhej tjetër. Pas kësaj periudhe ata filluan të dilnin jashtë kodeksit moral të mirësjelljes, duke sharë, fyer e ofenduar të dërguarin e Allahut. Paria nga populli i tij tha: "Ne po të shohim në këtë që na thërret plotësisht të humbur." Al-Araf 60. Ndërsa Nuhi alayhis salam u aktheu atyre me një edukat të lartë që përkon me madhështinë e pejgamberëve. Nuhi tha: "O popullim, unë nuk kam kurfar humbje, por unë jam i dërguar prej Zotit të botëve. Unë u akumtoj juve shpalljet e Zotit tim, ju këshilloj dhe unë di nga Zoti im çka ju nuk dini." Al-Araf 61-62. Megjithatë, Nuhi alayhis salam vazhdoi misionin e tij profetik, duke thirrur popullin e tij në rrugën e Allahut. Orë pas ore, ditë pas dite, vit pas viti, kaluan vite të tëra që Nuhi alayhis salam po i thëriste në besim popullin e tij. I thëriste ditën e natën, haptazi e fshehurazi, u sillte shembuj, u shpjegonte argumentet qiellore, duke u asqaruar fuqinë e Allahut dhe manifestimin e kësaj fuqie në krijesa. Por sa herë që i thëriste në rrugën e Allahut, ata iknin prej tij. Sa herë që i thëriste që Allahu t'u falte gabimet, ata i fusnin gishtat në vesh dhe në shenjë mendjemadhësie, nuk dëshironin as të dëgjonin fjalën e vërtet. Allahu i madhruar na ka rrëfyer siç përjetoi Nuhi alayhis salam nga populli i tij. Ai tha: "O Zoti im, unë e thira popullin tim natën e ditën, por thirrja ime vetëm u ashtoi ikjen, dhe sa herë që unë i thërritja ata për të falur ti atyre mëkatet, ata i vënin gishtat e tyre në vesh dhe mbulonin kokat me teshat e tyre dhe vazhdonin në atë të tyre me një mendjemadhësi të fortë. Pastaj unë i kam thirrur ata haptazi, pastaj unë thirrjen u drejtova atyre haptazi e shumë herë edhe fshehurazi. Unë u thash: kërkoni falje Zotit tuaj, se ai vërtet fal shumë. Ai ju lëshon nga qielli shime bollëk, ju shumon pasurinë dhe fëmijët, ju bën të keni kopshte dhe ju jep lumenj." Nuh 5:12. A thua, cila ishte përgjigjja e tyre pas tërë kësaj? Ja se që thuhet në Kur'an në lidhje me këtë. Nuhu tha: "Zoti im, ata më kundërshtuan, ata shkuan pas atyre, pasanikëve, të cilëve pasuria dhe fëmijët e tyre vetëm u ashtuan dëshpërimin, dhe ata pasanikët u kurdisen atyre kurthe shumë të mëdha, dhe u thanë: mos braktisni zotat tuaj kursesi, mos braktisni Vedan, as Suvan, e as Jeguthin, Jeukën e Nesrën, dhe ata i bën të humbur shumësish, e ti zullumqarve mos u jep tjetër, por vetëm humbje." Nuh 21-24. Nuhi alayhis salam vazhdoi të thërriste popullin e tij në rrugën e Allahut pa ndërprerje për 950 vjet. I madhërishmi thot: "Ne e dërguam Nuhin te populli i vet, e ai kaloi ndër ata 1050 vjet." El-Ankabut 14. Ai tashmë kishte vërejtur që numri i besimtarve nuk po shtohej më, ndërsa ai i jo besimtarve shtohej. Nuhi alayhis salam u pikllua dhe u dëshpërua shumë për këtë realitet të hidhur, por megjithatë nuk e humbi shpresën. Prap vazhdoi të thërriste duke polemizuar, por fatkeqësisht populli i tij vazhdoi me mendjemadhësi, mohim dhe pacipsinë e tyre. Nuhi alayhis salam ndjente keqardhje për popullin e tij,
por megjithatë ende nuk I kishte humbur të gjitha shpresat. Për 950 vjet se I thiri në rrugën e Allahut, atë për asnjë çast nuk I kishte kapluar ndjenja e pesimizmit. Siç duket, njerëzit në kohën e Nuhit a.s. jetonin më gjatë. Ndoshta kjo jetëgjatësi e Nuhit a.s. ishte një mrekulli e veçantë për të. Më në fund erdhi dita, kur Allahu I madhëruar e lajmëroi nëpërmjet shpalljes se më askush nga populli I tij nuk do t'i besonte përveç atyre që I kishin besuar më parë. Allahu e kishte njoftuar që të mos dëshpërohej as të ndjente keqardhje për ta. Vetëm në këtë moment, Nuhi a.s. ju lut Allahut fuqiplot që të shkatronte jo besimtarët duke thënë. E Nuhi tha: O Zoti im, mos lëm mbi tokë asnjë nga jo besimtarët. Nuh 26. Nuhi a.s. e arsyetoi këtë lutje të tij me fjalët: sepse nëse ti I lë ata, robër I tu do t'i humbin, dhe prej tyre nuk lind tjetër vetëm të prishur e jo besimtar. Nuh 27. E I lartë madhërishmi në surën Hud thot: e Nuhit I qeshpallur: nuk do të besoj më askush nga populli yt, përveç atyre që kanë besuar deri më tash, pra mos u brengos për atë që punojnë ata. E mbaroj anijen në mbikëqyrjen tonë dhe me mësimin tonë, e mos mu drejto mua për ata që bën zullum, ata gjytëqysh janë të përmbytur. Hud 36-37. Çështja mori fund. Allahu shpalli urdhrin dhe gjykimin e tij hyjnor për shkatrimin e jo besimtarëve me përmbytje. Allahu urdhëroi robin e tij Nuhin a.s. që ta ndërtonte një anije me moton, me mbikëqyrjen tonë dhe me mësimin tonë, që do të thotë me dijen dhe mësimin e Allahut e në përputhje me urdhrat e tij, si dhe me ndihmën e engjëjve. Allahu e urdhëroi Nuhin a.s. E mos mu drejto mua për ata që bën zullum, ata gjithçysh janë të përmbytur. Hud 37. Allahu I madhruar kishte vendosur t'i fundoste e përmbyste mizorët, pa marrë parasysh rëndësinë dhe afërsinë e tyre me të dërguarin e tij. Andaj, ja kishte ndaluar pejgamberit të tij që të ndërmjetësonte tek ai për ndonjë të afërm. Nuhi a.s. filloi të mbillte trupa pemësh që prej tyre pastaj të ndërtonte anijen. Priti disa vjet, derisa pemët u rritën. I preu dhe filloi punën e zdrugtarisë për ndërtimin e anijes. Kjo anije ishte vërtet madhështore, si në gjatësi, ashtu edhe në lartësi e fortësi. Nuhi a.s. filloi të ndërtonte anijen. Pranë tij kalonin jo besimtarët dhe e shihnin të preokupuar me ndërtimin e anijes në kohën kur mbretëronte një thatësi e paparë deri atëherë. Madje aty afër nuk ishte as ndonjë lum apo det. Si do të lundroj kjo anije kaq e madhe, o Nuh? E pyetnin ata me tallje. Apo mos ndoshta kjo anije mund të lundrojë në përrër e tokë? Ja priste tjetri. Ku është uji në të cilin mund të lundrojë anija jote, o Nuh? E shpotiste dikush. Nuhi ka luajtur mendsh, nuk nguronte të thoshte një tjetër. Në këto momente shpërthenin të qeshurat ironike e thumbuese të masës së tërbuar, ndërkohë që përbuzja dhe tallja e tyre me Nuhin vazhdonte e njëjtë për çdo ditë. Kulminacioni I këtij konflikti në rrëfimin e Nuhit a.s. shpërfaqet në hapësirën kohore, kur e shtrembër ta tallet me të vërtetën dhe të drejtën, duke përqeshur dhe përbuzur atë për një kohë të gjatë, duke përfituar që dynjaja është pasuri e tyre, se siguria është fati I tyre, se nuk do të ketë kurrë ndëshkim për ta. Por të gjitha këto pretendime dolen të ishin të përkohshme me ngritjen e perdes së ndodhisë së përmbytjes. Erdhi koha kur besimtarët talleshin me jo besimtarët, ndonse ironia dhe përbuzja e tyre ndaj mohuesve ishte me vend dhe reale. Allahu I madhruar në Kur'an thot: dhe ai ndërtonte anijen e paria e popullit të tij sa herë që kalonte pranë tij, përqeshej me të. Ai u thoshte: nëse talleni me ne, edhe ne do të tallemi me ju, ashtu siç po talleni ju. Dhe më vonë do të kuptoni se cili do ta pësoj dënimin e turpshëm dhe mbi të cilin do të jetë dënimi I përjetshëm. Hud 38-39. E kështu ndërtimi I anijes përfundoi. Nuhi a.s.
rinte I qetë dhe vetëm priste urdhrin nga ana e Allahut të madhëruar. Allahu e inspiroi Nuhin a.s. që në momentin kur do të gufonte uji nga furra, kjo do të ishte shenja e fillimit të përmbysjes. Lidhur me fjalën et-tanur, në komentin dhe sqarimin e saj është thënë se kjo nënkuptonte furrën ku piqeshin bukët në shtëpinë e Nuhit a.s. Kur prej kësaj furre do të fillonte të gufonte ujë, kjo do të ishte shenja dhe urdhri I Allahut për Nuhin a.s. që të lëvizte drejt anijes së tij. Më në fund, erdhi ajo ditë e tmerrshme dhe e frikshme. Në shtëpinë e Nuhit a.s. uji gufoi nga furra. Nuhi a.s. shpejtoi të hapte dyert e anijes dhe I thiri besimtarët të futeshin në të. Në atë çaste, Gjibrili a.s. zbriti në tokë. Ai I barti deri në anijen e Nuhit a.s. prej çdo lloji të kafshëve, shpezëve, zvaranikëve dhe egërsirave, nga një çift lop dhe mëzat, elefant mashkull dhe femër, luan e luanesh, tigër e tigresh, bilbilat, po ashtu e deri edhe në krijesën e fundit të botës shtazore. Nuhi a.s. brenda në anije, gjatë ndërtimit të saj kishte konstruktuar kafaze të veçanta për të gjitha shtazët e egra. Gjibrili a.s. siç tham, I asolli në anije prej çdo lloji të gjallësave nga një çift, mashkull e femër, për të garantuar mbijetesën e çdo lloji të shtazëve dhe shpezëve në fytyrën e tokës. Kjo do të thotë që përmbytja ka përfshirë tërë tokën, se po të mos ishte kështu, nuk do të kishte kuptim të silleshin në anije të gjitha llojet të shtazëve dhe të shpezëve. Hyrja në anije kishte filluar. Aty më parë kishin hyrë kafshët, egërsirat dhe shpezët, e pastaj edhe pak njerëz që kishin besuar Nuhit a.s. dhe thirrjes së tij. Numri I besimtarve ishte I vogël. Allahu I lartësuar në surën Hud thot: E kur erdhi urdhri ynë I caktuar për ndëshkim dhe gufoi uji prej furrës, ne I tham: ngarko në të çdo krijesë nga një çift edhe familjen tënde, përveç për kë është marrë vendimi I hershëm kundër ti, e ngarkoje edhe kush ka besuar, po përveç një pakice nuk I kishin besuar atij. Hud 40. Bashkëshortja e Nuhit nuk I kishte besuar, prandaj edhe nuk hipi në atë anije. Edhe njëri prej bijve të Nuhit a.s. I kishte fshehur kufrin, mosbesimin e tij, ndërkohë që para tij paraqitej si besimtar, kështu që as ai nuk hipi në anije. Masa e madhe e njerëzve që mbetën ishin jo besimtar dhe nuk hipën, ndërkohë që në anije hipën vetëm besimtarët e pakt. Ibn Abasi radiallahu anhu thot: ata që I besuan Nuhit ishin vetëm 80 njerëz. Uji u ngrit nga të qarat e tokës. Nga asnjë qarë në tokë nuk mbeti pa gufuar uji. Nga qielli u derdhen shira aq të mëdha, shira që toka kur më parë nuk I kishte përjetuar e as që do t'i përjetoj më pas kësaj dite. Ujrat vazhduan të binin në formë shiu nga qielli e të gufonin nga të qarat e tokës, duke ngritur nivelin e ujit orë e qast. Detet humbën qetësinë e tyre. Valet e tyre shpërthyen dhe përmbytën tokën. Brendia e tokës filloi të lëvizte në mënyrë jo të natyrshme. Fundit e oqeaneve u ngritën befasisht, kështu që valet gjigante përmbytën çdo pjesë të thatë toke. Globi toksor u përmbyt I tëri në ujë për herë të parë. Gjatë përmbytjes nuk mund të thuhej më se toka ishte glob toksor, por glob ujor. Allahu I madhëruar në kaptinën El Kamer, ajetet 11-13 thot: atëherë ne me një shi të vrullshëm I hapëm dyert e qiellit dhe ne tokën e zbërthyem në burime uji, kurse uji u bashkua siç ishte caktuar. E atë, Nuhin, e bartëm në anije dërasash e shtyllash të gojzuara. Ujrat u ngritën më lart se një boj njeriu, pastaj u ngritën dal nga dal edhe mbi majat e pemëve e pastaj edhe të kodrave. Nuk vonoi shumë e uji mbuloi tërë sipërfaqen e tokës. Në fillim të përmbytjes, Nuhi a.s. I kishte thirrur të birin e vet, I cili me indiferencë po qëndronte më njan. Nuhi a.s. e thiri atë: o djali im, hip bashkë me ne, e mos u bë me mohuesit. Hud 42. Ndërsa I biri, ftesës së babait të tij u përgjigj me fjalët. Ai djali tha: unë do të ngjitem në një kodër që do të më mbrojë nga uji, nga vërshimi. Hud 43.
Nuhi a.s. vazhdoi t'i fliste. Nuk ka sot mbrojtës prej dënimit të Allahut pos atë që ai e ka mëshiruar. Hud 43. Me kaq, biseda mes Nuhit a.s. dhe djalit të tij mori fund, sepse vala hyri në mes të dyve e ai djali u mbyt në ujë. Hud 43. Vala rëmbyese e ndërpreu befas bisedën e tyre. Nuhi a.s. e hodhi sërish shikimin drejt tij, por më nuk e pa të birin. Ai nuk shihte më tjetër pos valeve gjigante, të cilat sa vinin e shtoheshin, e si rezultati këtij uji të madh, anija po ngrihej ngadalë. Nuhi a.s. nuk shihte më asgjë tjetër pos ujit. Allahu me mëshirën e tij deshi që i biri i Nuhit a.s. të fundosej larg syve të babait, e biri i tij duke menduar se kodra do ta mbronte, u fundos duke glabruar dalga e tmerrshme e ujit. Përmbytja vazhdoi. Uji vazhdoi ta lëkunte anijen e Nuhit a.s. Pas vetëm disa orësh nga fillimi i përmbytjes, çdo rebel ndaj urdhrave të Allahut u fundos dhe u përmbyt. Mbi fytyrën e tokës nuk ishte mbetur asnjë krijesë gjallë përpos këtij grupi të vogël besimtarësh të sinqertë. Brenda kësaj anije të drunjt dhe natyrisht të llojet e gjallësave, të cilat ishin përzgjedhur me kujdes. Anija e Nuhit a.s. po lundronte në mesin e dallgëve gjigante që për nga madhësia u ngjanin kodrave të larta. Ujrat kishin shpërthyer nga çdo pore e tokës në mënyrë shumë të çuditshme, derisa nuk u mbulua çdo pëllëmb e tokës. Përmbytja e popullit të Nuhit a.s. vazhdoi për një kohë, e pastaj pasoi urdhri drejtuar qiellit që të ndalte shirat e tij dhe tokës që të përpinte tër ujin e tepërt mbi sipërfaqen e saj. Allahu po ashtu urdhëroi anijen që ishte pa timon, por që udhhiqej nga vullneti i Allahut, të ndalej e të hidhte spirancën në kodrën Xhudi. Ky është emërtimi i një vendi të lashtë. Menjëherë pas urdhrit hyjnor u kthye qetësia në tokë. Uji u tërhoqën nga sipërfaqja, ndërsa toka u rikthye në pjesë të thata që tashmë shkëlqenin nën përthyerjen e rrezeve të diellit. Përmbytja e kishte larë dhe pastruar tokën në tërësi. Allahu i madhëruar ka thënë: E ju pat thënë: Oj tokë, përpije ujin tënd dhe o qiell, ndërprite shiun. Uji u tërhoq, urdhri u zbatua dhe ajo, anija u ndal në kodrën Xhudi e u tha: I shkatruar qoftë populli mizor. Hud 44. Përmbytja vërtet e kishte pastruar tokën prej farës së jo besimtarëve. Me kalimin e përmbytjes kaloi edhe tmerri e lëmeria. Tmerri dhe vrazhdësia e dallgëve të trazuara kaloi nga këto dallgë në shpirtin e Nuhit a.s. Ai e kujtoi sa kaq djalin e vet të fundosur. Deri në atë moment nuk i kishte ditur që djali i tij ishte jo besimtar. Ai e kishte llogaritur madje si një besimtar fanatik. Djali i tij kishte menduar se do të shpëtonte duke u ngjitur lart në kodër, ndërkohë që vala gjigante e kishte ndërprer bisedën mes tyre para se ajo të përfundonte, dhe Nuhi a.s. nuk arriti të kuptonte nëse biri i tij kishte pasur ndonjë grim imani në zemër. Në zemrën e babait lëvizën ndjenjat atërore. Allahu na përshkruan gjendjen shpirtërore të Nuhit a.s. Nuhu e luti Zotin e vet duke i thënë: O Zoti im, djali im është i familjes ime, e premtimi yt është i saktë, ndërsa ti je më i drejti i të drejtëve. Hud 45. Nuhi a.s. kishte dëshiruar t'i thoshte Allahut se biri i tij është pjesë e familjes së tij, prej besimtarëve, ndërsa Allahu më pari kishte premtuar se do t'i shpëtonte besimtarët nga familja e tij. Allahu i lartë madhërisëm për herë të parë vuri në dieni Nuhin a.s. me faktin e hidhur. Zoti tha: O Nuh, ai djali nuk ishte nga familja jote, për të cilën të premtova se do t'i shpëtoj. Ai ishte punkeq, e ti mos më kërko mua atë që nuk di. Unë të këshilloj që të mos bëhesh nga ignorantët. Hud 46. Nuhi a.s. ishte i bindur se djali i tij ishte besimtar, përndryshe nuk do t'i lutej Zotit për ta shpëtuar. O Zoti im, djali im është i familjes sime. Hud 45. Ai ishte i sigurt në këtë gjë sepse ndryshe kur nuk do ta bënte një gjë të tillë, që së pari të kërkonte shkatrimin e jo besimtarve e pastaj të kthehej të kërkonte shpëtimin e disa prej tyre.
Djali i tij kishte mbajtur të fshehur kufrin, mosbesimin, ndërsa haptazi që hequr si një besimtar. Atëherë Allahu i madhëruar, që i vetmi i di sekretet dhe të fshehtat absolute, e kishte lajmëruar Nuhin a.s. për këtë sekret të hidhur që ai kur nuk i kishte ditur, madje as nuk i kishte hetuar. Kur Allahu i plot fuqishëm e këshillonte Nuhin a.s. të mos bëhej ignorant, ai donte ta shfaqsonte nga përfytyrimi se i biri i tij ishte besimtar e po shkatrohej me jo besimtarët. Ky është një mësim i rëndësishëm, të cilin e shtjellojnë këto ajete fisnike, e të cilat flasin rreth ngjarjes së Nuhit a.s. dhe të birit të tij. Allahu dëshiroi t'i thoshte të dërguarit të vet se djali më nuk ishte pjesëtar i familjes së tij në bazë të besimit, sepse ai nuk i kishte besuar Allahut. Allahu dëshiroi ta vënte në dieni se afërsia e gjakut nuk është lidhja e vërtet dhe kryesore ndërmjet njerëzve. Djali i pejgamberit mund të jetë djali i tij vetëm nëse i beson thirrjes së Allahut dhe të pejgamberit të tij, e nuk mund të jetë djali i tij ai që e mohon atë, qoftë edhe djali nga gjaku dhe loza e tij. Këtu dhe në raste të tilla, besimtari duhet të distancohet prej jo besimtarit. Besimtarët duhet i bashkojë ndërmjet vete vetëm lidhja e besimit, e kurse si lidhja e gjakut, e gjinis, e ngjyrës apo e vendit. Pasi që Nuhi a.s. kërkoi falje prej Allahut, ai e fali dhe e mëshiroi duke urdhëruar të zbriste prej anijes, i rrethuar me bereqetin, mirësit, kujdesin dhe mbikëqyrjen e tij. Nuhi tha: Zoti im, unë mbështetem në mbrojtjen tënde, që të mos kërkoj prej teje atë për çka nuk kam njohuri, e në qoftë se nuk më fal mua dhe nuk më mëshiron ti, do të jemi humbur. I u pat thënë: O Nuh, zbarko qofshi shpëtuar nga ana jonë, me begati për ty dhe për një popull që është me ty. Hud 47-48. Nuhi a.s. zbriti prej anijes së tij. I liroi nga kafazet, shpezët dhe kafshët, të cilat sërish u shpërndan gjithandej nëpër tokë. Pastaj zbriten besimtarët. Nuhi a.s. u përkul dhe vuri ballin e tij në tokë, duke rënë në sejdë falëndërimi ndaj Allahut. Toka ende ishte përbaltur nga përmbytja. Nuhi a.s. pas namazit u ngrit dhe filloi hapjen e themeleve për ndërtimin e një tempulli madhështor për hir të Allahut. Të mbijetuarit që shpëtuan nga përmbytja, duke qenë bashkëpunëtar me Nuhin a.s. në anijen e shpëtimit, ndezën një zjarr dhe ulën përreth tij. Ndezja e zjarrit ishte ndaluar në anije, në mënyrë që flaka e ndezur të mos digjte drurin e anijes. Gjatë gjithë kohës së përmbytjes, askush prej tyre nuk kishte ngrënë ushqim të ngrohtë. Ata e falënderonin Allahun që ditët e agjërimit nga ushqimet tashmë kishin kaluar. Pas përfundimit të përmbytjes, edhe Kur'ani ka lëshuar perdet në rrëfimin e Nuhit a.s. Më nuk dihet se si ishte çështja me popullin e tij pas përmbytjes. Tër ajo që dihet dhe që mund të konstatohet është se ai në momentet e vdekjes i kishte këshilluar bijtë e tij që të adhuronin vetëm Allahun një. Dhe Nuhi a.s. e kishte dorëzuar shpirtin e tij duke u shpërngulur pranë mëshirës së Allahut të madhëruar.